Ndërsa vendi po afrohet të ditës së zgjedhjeve, policia e shtetit ka intensifikuar hetimet për krimet zgjedhore. Nga 54 denoncime të mbërritura në total, 37 prej tyre janë referuar tashmë në prokurori si të dyshuara për shitblerje votash. Këto kallëzime janë depozituar nga qytetarë dhe përfaqësues të subjekteve politike në të gjithë vendin, ndërsa hetimet po kryhen nga 813 specialistë hetimit të krimeve të trajnuar posaçërisht për këtë proces. Për sigurinë gjatë zgjedhjeve janë përfshirë mbi 6000 efektiv të policisë, nga të cilët 53000 do të kalojnë në gatishmëri, duke nisur nga data 10 maj, kur do të ruajnë 93 objekte zgjedhore dhe 5225 qendra votimi. Policia njofton se ditën e votimit qendrat do të dorëzohen Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Uniformave Blu, ku do të rrihen në vend grumbullimet caktuara për të rikthyer në orën 19 për të shoqëruar materialet zgjedhore drejt KZAZ-ve. Ndërhyrja e forcave të rendit në procesin e votimit do të bëhet vetëm nëse kërkohet nga KQZ apo KZAZ. Në fund, policia e shtetit bën thirrje qytetarëve që do të denoncojnë çdo rast që cënon të drejtën për të votuar apo çdo përpjekje për tjetërsimin e vullnetit të tyre.